politike. A presni që kësaj here të ketë reflektim edhe nga liderët e partive? Për fat keq, tash e 40 herë, po na bjen edhe neve me u përsërit që nuk po ndryshon gjendja në të menduarit e përgjegjësve e atyre që kanë marrë mandatin qytetar për të hapur rrugën konstituimit të institucioneve. Dhe rrjedhimisht, unë nuk pres që do të kemi një reflektim as pas këtyne shfaqjeve që po i shohim, qoftë me takimin që kryeministri Kurti i ftoi partitë politike, sa për të konsumuar një kërkesë që doli nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, ku obligon partinë e parë me më shumë vota që ti kryej konsultimet me parti tjera për konstituimin e Kuvendit. E njëjtë nuk pres as prej takimit që eventualisht presidentja mund të ftoj, sepse kemi qëndrime të njëjta, nuk ka paqartësi ligjore, nuk ka paqartësi kushtetuese, ka mungesë vullneti dhe kalkulim puro partijak dhe personal para interesit të shtetit, edhe si rrjedhoj jemi në një situatë ku asgjë nuk lëviz përderisa është emergjente krijimi i institucioneve. Në fakt, në një përgjigje të këshilltarit të presidentës Bekim Kupina, po ashtu është thënë që presidentja po të jetë nevoja, do i drejtohet sërish gjykatës kushtetuese për detaje shtesë. Sigurisht në rast se partitë politike nuk arrin që ta bëjnë konstituimin e Kuvendit brenda 30 ditëve. Mendoj që presidentja është vënuar në këtë proces, por më mirë ndoshta me thonë nuk është vërejtur fare në këtë proces të kësaj blokade. Vlerësoni se nuk ka bërë mjaftueshëm? Nuk ka bërë asgjë, për fat keq. Nuk ka bërë asgjë për faktin që e dim që është përgjegjësi e deputetëve të zgjedhur që të krijojnë Kuvendin, kryesin, kryetarin të zgjedhin, është përgjegjësi ekskluzive tyre. Mirë po duke parë pa përgjegjësinë politike të liderëve politike, me thekë veçantë zotit Kurti, presidentja ka një varg instrumentesh me cilat mund të bënte presion publik duke e ritheksuar publikisht nevojën edhe urgjencën për krijimin e institucioneve, duke kërkuar llogari publike para atyre që po dihen botërisht që janë bllokues të këtij procesi, duke ritheksuar rëndësinë e krijimit të institucioneve dhe në diçka që nuk e kemi pa presidentën të ketë qenë pjesë e këtij debatit publik për kaq shumë kohë, nuk ka mbet kush pa fol, nuk ka mbet qytetar i arsyeshëm pa bërë thirrje që të bëhet një hap tutje, po vetëm presidentja e kemi me një takim i cili u thirr pas një thirrje që partitë politike dikur opozitare i bënin në adresë të presidentës se do duhej presidentja të ndërhynte të ndihmonte këtë proces dhe edhe për atij takimi nuk pat asgjë, e njëjtë nuk pres as prej takimit që eventualisht mund ta thras. Me çfarë vlerësoni se nuk ka pasur angazhim të mjaftueshëm nga ana e presidentës, pse mendoni se ka ndodhur një gjë e tillë? Për fat keq gjithë po kalkulojnë politikisht.